Sot paraqitëm monografin tonë, teknologjitë inteligjente në industrinë e mikpritjes në Shqipëri, një kornizë batimi për turizëm të qëndrueshëm, një monografi në bashkëautorësi me kolegët e mia dhe të financuar në kuadrin e një projekti të Akshit që ka të bëjë me implementimin e inteligjencës artificiale dhe zgjidhjeve digjitale në industrinë e turizmit dhe kryesisht në strukturat akomoduese. Në fakt, studimi që ne kemi realizuar është një studim mjaft interesant, i bazuar në gjetjen ose përcaktimin e diagnozave nga të cilët vuan sistemi jonë i turizmit dhe cilat janë mundësitë e implementimit të teknologjive të reja për inteligjencën artificiale. Ajo që ne kemi evidentuar, kemi parë se nuk mungon dëshira për të përfshirë teknologjitë e reja dhe sidomos zgjidhjet inteligjente, përfshirë inteligjencën artificiale, por mungon besimi që kjo teknologji në disa raste do të zhvillohet dhe do të përmirësohet, do të çojë në një zgjidhje të qëndrueshme, reale dhe të besueshme. Sidoqoftë gjetjet janë shumë interesante dhe besojnë duhen parë jo në mënyrë skeptike, por me optimizëm.